Shqipëria është një nga vendet me përqindjet më të larta të paraburgimit në Europë, kështu deklaroi ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari në konferencën me temë e drejta për liri dhe siguri personale nga Strasburgu te zbatimi në nivel kombëtar. Lamallari u shpreh se gjysma e personave që ndodhen në paraburgim nuk kanë vendim të formës prerë. Sipas tij, kodi i ri penal do duhet të reflektojë marzhet e dënimit të zbatueshme në BE për të njëjtat veprat penale. Për fat keq, Shqipëria vazhdon të mbajë një nga përqindjet më të larta të paraburgimit në Europë. Aktualisht, rreth 58% e persona në institucionet penitenciare në vend janë të paraburgosur dhe kozjata mesatare e qëndrimit të tyre në paraburgim llogaritet në 253 ditë krahasuar me 155 në vendet evropiane, apo 63% më e lartë. Pra, mbi gjysma e personave që ndodhen në burgjet tona janë ende pa një vendim të formës prerë. Për më tepër, për një kohë shumë herë më të gjatë se ajo e zbatueshme në vendet e Bashkimit Evropian. Ministri shtoi se edhe kodi i procedurës penale duhet ndryshuar sipas standardeve të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe se duhet të ndahemi nga politika e ashpër penale. Ai theksoi se bashkëpunimi me Këshillin e Europës dhe partnerët ndërkombëtar është thelbësor në këtë rrugë.